problematika në shoqëri? Gresa, çka ka bërë organizatën të jetë e dallueshme dhe çka ka bërë organizata të jetë e suksesshme është fokusi që ka mbajt. Dhe ne do të kishim mbajt fokus në krijimin e paqes dhe sigurisë në komunitet. Prandaj çdo largim i temës apo çdo largim i fokusit për ne do të thotë që duhet përgatitje paraprake për të qenë kompetent dhe profesional për të trajtuar tema tjera. Ne trajtimin e dhunës apo kontributin mbi paqe dhe sigurinë në komunitet kemi filluar prej 2016-s. Kështu që e ndjejmë veten mjaftueshëm të përgatitur për ta shtjelluar këtë temë. Dhe kemi filluar me targete të ndryshme. Faktikisht kemi filluar një herë me nanat, me shkollën e nanave, kemi përgatitur nanat një herë se si munden të jenë ato punëtorët e linjës parë, të cilët mund të identifikojnë ndonjë shenjë të parë tek të rit. A keni arrit qëllimet? Po për historieve që kemi arrit, Gresa, se kur të dëgjosh një fëmijën e një nane, të vjen edhe të të faleminderon se çka keni, apo për ndryshimin që e ka pajtë nana vetë, për ndryshimin në mënyrën e komunikimit. Faktikisht çka kemi ndihmuar ne, jo që kemi ndryshuar ndonjë send, është mënyra e komunikimit ka ndryshuar në familje.